kryeministrat e këtij vendi që nga viti 41 dhe tu kanë parë shtetin si plaç tregu dhe bëjnë çfarë të duan mbi popull. I kanë numra si punë Piacentini, thanë janë grom brigade, me shpërfillje, mori e Gjilisi, do t'u shtyp me topë me tanke. Mirë po ky populli është qatë e mu të është fuqi baruti, më zëtëri. Po imagjinoje, thash, 500 djem janë 500 fuqi baruti këtu, zëtëri. Sepse unë e njof popullin e Vlorës. E njof mirë, jo e njof mirë. Pra, ju thoni, ajo që e nisi duhet ta bëtis. Po, pse nga e diti që do ta bëtis. Kështu që duhet të nga SBA-ja këtu, nga aleatët, nga pse Bashkimi Evropian që konglomerati madh atje, ata janë rrëmujtë partnerët, ata respektojnë institucionet, ata respektojnë vullnetin e popullit. Ata e di shumë mirë se mbanë mesazhi pas zgjedhjeve parlamentare sa ne jemi me popullin e Shqipërisë. Më kupton? Ata janë ta punojnë mesazhe, nuk janë si puna jonë. Më kupton? Ne duam drejt mos drejt. Unë kam thënë ne duam me shpejtësinë e avionit. Nuk kemi nevojë të ikim me qetësinë amerikane, do në kuptimin. Ata ne kemi nevojë, ky vend ka nevojë për shpejtësinë e avionit sepse këtu pa abuzohet për ditë. Ti shkon në një administrat nuk mbaron dot punë. Ka kushtetim do drejt. Pse nuk lidh ti kontratat? Do drejt. Nëse ti ke shkelur afatet administrative, zotëri, sepse futëm në jurisprudencë tani, nëse ke shkel afatet administrative, zotëri, duhet mbash përgjegjësi. Automatikisht duhet largohesh nga puna dhe duhet mbash përgjegjësi të shpërblesh edhe qytetarin civilisht. Bashkohem. Po këta sjellin burokracira, vetëm burokracira, po pse e bëjnë këtë? Qëllimisht që të mbërzisin njerëz të largohen nga ky vend. Qëllimisht, sepse kjo është politik, nuk është se është kaq e thjeshtë. Jo se kryeministri e di si bëhet mos zotëri administrata, me një akt normativ për 24 ore vën fuqi. Një akt normativ, po them, një akt normativ. Nëse sot ti kërkon të bësh vërtet një veprim dinjitoz në mbrojtjen e interesave kombëtare, në mbrojtjen e interesave të qytetarëve të cilët paguajnë taksat. Një akt normativ brenda ditës, zotëri. Merr një fuqi ligjore akt normativ dhe pastaj kaloj avash në ligj. Po një akt normativ zotëri 1, 2, 3, 50 pika. Nëse ti si zyrtari një shteti nuk i shërben qytetarit duhet mbash përgjegjësi penale, të shkarkosh automatikisht nga puna, le pastaj dhe një kontratë. Nëse ti kapesh me korrupsion, pse duhet ta fush në burg për zotëri? Dënoj 100.000 euro. Kapesh me korrupsion, po, 100.000 euro gjop. Ja mban më njeriu të shikoj aty të marr 100 euro. Po ti të vjen zor të vesh në një zyrë sepse nuk me do të shërbim. Pse sot për këtë kryeministri i vendit, që ka katëdisë të vend kështu. Pra, më kupton, nuk vetet dot në një zyrë, sot për një shërbim. Po thuaj, ku? Procedura, jo beni ajo o zotëri. Po mua më duhet shërbimi, më zotëri, mua më duhet produkti, s'ka që më duhet mua se çfarë nxjerr ti. Mua më duhet produkti duhet i shpejt. Por një shtet dinjitoz i ka të gjitha mekanizmat. Ka nevojë të bësh dhunë ti arresto, po jo më zotëri arrestoj, foti gjop automatikisht. Nëse X qytetar sot paraqet një kërkesë për një shërbim dhe ky shërbimi nuk ju kryer brenda afatit administrativ, zyrtari duhet largohet menjëherë nga puna, të dëmshpërblet qytetari që ka bërë dëmin dhe të largohet të dënohet me gjop 100.000 euro. Pa bëj kështu. E ti si bëhet brenda 24 ore. Nuk ka nevojë fare brenda 24 orëve, shpallje publike, sepse sot ke internetin që njerëzit njihen me njëherë. Pra ke botën virtuale me njëherë njihet. Dhe ta provoj ai zyrtari, do të bëj shërbimin apo s'do bëj? Përse ti në kohën e Zogut, unë kam një vendim gjyqësor të cilën e kam këtu. Në kohën e Zogut njeriu dënua në atë kohë Trena Polona Flori, vetëm se nuk bëri, domethënë nuk regjistroi një çift i cili ishte kryer martesën dhe nuk regjistroi brenda ditës. Është shumë interesante. Kupton? Pra, brenda afatit kishte ajo, domethënë se ka vite që kam lexuar, kam këtu, e kam sot atë vendim, shumë interesant, ëh. Të marrim kushtetutën e Zogut na mjafton. Po pra, sa thoshin, ai thoshte kushtetuta shqiptare, këta na ndryshuan këta, kushtetuta e Shqipërisë. Se eri profesor Cacios dha mendimi për kushtetutën. Shërbimi informativ kombëtar, këta na ndryshuan, shërbimi informativ shtetëror. Më kupton tani, këta kanë ndryshuar shumë gjëra, po flas, kupton, që këtu fillon ajo. Sepse këta janë të gjithë shtetarët, se nuk është problemi vetëm ky kryeminist. Kjo është dhimbja një kombi i cili po vuan sot dhe ka arritur kulmi që
që sot ka shpërthyer, sepse s'është se janë vetëm pasojë e Edi Ramës. Janë pasojë dhe Sali Berishës, janë pasojë dhe Enver Hoxhës, janë pasojë pra që nga 41 dhe sot ky vend është përfituar zoti. Prandaj ky ka nevojë për burra shteti dhe jo pa qëllim. Pra, edhe koha e turkut, pak nga historia, pavarësisht se ajo kryente masakra, pavarësisht se ktheu fen me forcë, pavarësisht se bëri shumë veprime, tatonte, bënte, por në fund të ditës dhe deputetët ku nxitej nga familje të mira. Dhe sepse 500 vjet imagjino sa breza i bie, dhe detyrat ku jepte nga familje të mira njerëz dinjitoze, nuk u jepte kriminale, nëse provohet. E kuptova ne pra, e kupton çdo fot i 100 mijëra të rinj në çdo muaj. Pra kjo protestu ka dhënë një shpresë. Ka dhënë një shpresë që këtu jetohet. Po kjo do burra shteti. Do burra shteti dali për Zot këtij vendi. Zoti Vazaj, unë të falenderoj shumë se nga situata në Shqipëri, edhe për Shqipërinë e re janë duke pritur sikur e hapën në fillim edhe trojet, ndoshta ndikimin e parë mund ta kishin në Maqedoni, ndoshta edhe më tej, por abuzohet, shikoj nderuar, abuzohet me këtë Shqipërinë e re, sepse ka thonë, do thënë, po jo për Shqipëria komuniste, jo, Shqipëri e re do të thotë që Shqipëri me shqiptar me burra shteti dhe jo Shqipëri me uzurpator, pse jo të katapultuar nga kuzhinat anti-shqiptare. Pse të mos themi këtë tjetër? Janë të katapultuar nga kuzhinat anti-shqiptare për të bërë dëm këtij vendi. Jo vetëm thash ky kryeminist, gjithë politika shqiptare është për të ardhur keq. Sepse fakti që ti sot zotëri ke deputet liste, po që këtu mos do të di ke shkelur ligjet e këtij vendi, ti ke shkel kushteturin e këtij vendi, ti nuk ke vullnetin e një populli zotëri, në atë parlament aty, ti nuk ke vullnetin e një populli zotëri. S'ke vullnetin e një populli, sepse vullneti i një populli do të thotë që unë vota ime mos vej dëm. Vota jo vetë dëm. Më çon mua aty një pa personalitete, për çfarë thash unë për atë bidon për të cilën kam respekt, pavarësisht se bëri një veprim aty nuk e pash, po diçka dëgjova, por zotëri, ka nevojë për patriotë, ka nevojë për ekspert të fushave të ndryshme, dhe jo njerëz autodidakt të paaft s'din të flasin në parlament. Por zotëri, unë mos jem orator për të fol fjalë të bukura pompoze, por unë jam ekspert i fushës zotëri. Nëse ti do më japësh një ligj mua, unë kam të drejtë kodin e procedurës penale, kodin penal, kodin civil, kodin procedurës administrative, e të tjerë, kam të drejtë të jap nën për nën të jap mendime më të pjekura sot për shkak të profesionit tim, për shkak të karrierës time profesionale. Pra më kupton? Por ne e mbushim me autodidakt parlamentin, me njerëz të paaft, njerëz ushtar dhe ata janë të përbetuar pas liderit madh, pas liderëve botror, e kupton apo jo? Dhe kemi këto pasojë sot. Po e mbylli me idenë tuaj që kjo platformë qytetare mirë se kthehet në kombëtare dhe rrënjët jenë të lidhura, mos shikohet vetëm si një protestë e Tiranës. Zoti Bazaj, unë të falenderoj shumë për bisedën. I nderuar, unë përshëndes edhe pse nuk i njoh